Jam në muzeun e etnografisë, nëse mund ta quajmë kështu, të Pakistanit në Islamabad, një muze mjaft interesant, por gjëja që sot më ka bërë më shumë përshtypje është të rrëfimi për dy fise kryesore të Pakistanit, jo kryesore, po të çuditshëm Pakistanit, kalashët dhe hunzat. Kalashët dhe hunzat pretendojnë që janë me origjinë ilire, ballkanike, dhe pjesëtarët e të dy fiseve vinë nga luftëtarët ballkanas që Aleksandri i Madh mori me vete gjatë fushatës së Indis, dhe të mbritur në këtë zonë ata vendosën të mos kthehen, shumica ilirë, po pretendohet dhe grek dhe Maqedonas. Ata u vendosën në malet që ndajnë Pakistanin me Afganistanin, duke krijuar një tribu, një fis po themi, i cili sot është shumë i vogël, të paktën njëri, fisi Kalashit, sepse fisi Hunzës është shumë i madh, dhe vijojnë të jetojnë me një stil dhe me zakone shumë të ndryshme nga ato të fiseve tjera të Pakistanit, dhe këtu është pikpyetja më e madhe. Tani do t'ju tregoj pak se pse pretendohet që, edhe pse historikisht nuk është vërtetuar, vetë Kalashët dhe Hunzat pretendojnë që vinë nga luftëtarët e vjetër të Aleksandrit Madh. Kjo është pjesa ku hyn në seksionin që i dedikohet Kalashit, dhe do t'tregoj tani. Përballë është seksioni i punimeve mogule, që nuk kanë lidhje drejt për drejt me Ballkanin, por që janë punime të jashtëzakonshme. Shifeni çfarë mrekullie. Çdo gjë është e bërë me gur gjysmë të çmuar në mermer. Tani po shkoj tek pjesa e Kalashit. Kjo është tribuja e Kalashit. Por çfarë ndodh? Kalashi shtrihen në një zonë që nëse do ta shihni në hartën atje sipër, është shtrihet midis Pakistanit dhe Afganistanit. Është një fis i cili për momentin nuk ka më shumë se sa 4.000 vetë. Pretendimi më i madh është, shifeni, ku shtrihet me të kuqe në hartën e Afganistanit, ndërkohë që në hartën e Pakistanit dhe Afganistanit, pranë kufimit midis tyre, çudia është që gratë kalashe nuk janë ezmere, janë me sy blu dhe me lëkurë të bardhë. Do që ta fiksoj më mirë. Shifeni këtë foto. Shifeni dhe fotot e dy vajzave më poshtë. Të dyja janë me sy blu dhe me lëkurë të bardhë, ja dhe djali poshtë ka të njëjtën paraqitje, dhe veshjet e tyre nuk kanë asnjë lidhje me veshjet tradicionale të Pakistanit. Ky është fisi i parë, shifeni veshjen. Kalashët kanë mbetur rreth 4.000 vetë që jetojnë aktualisht në kufit malor mes Afganistanit dhe Pakistanit. Për shkuar atje duhen 14 orë me makinë nga Islamabadi. Shifeni këtë burr. Është komplet me sy blu, me lëkurë të bardhë, asnjë lidhje me, shifeni edhe tjetrin, me fytyrat, ja dhe kjo kryesore, me fytyrat tipike të errta, pak më të errta të pakistanezëve. Shifeni edhe këto vajzat këtu dhe vajzën tjetër. Janë pamje të cilat në shumë raste të kujtojnë pjesën ballkanike. Çuellëritë e tyre janë po ashtu pak më të çuditshme, nuk kanë lidhje me pjesën tjetër të Pakistanit. Tani po mundohem t'ju çoj për të parë, për të dhënë një shpjegim më të qartë të hunzave, që janë fisi tjetër. Kalashët pretendojnë që vinë nga fiset që Aleksandri i Madh mori me vete nga Ballkani. Ata pretendojnë që janë ilirë më shumë, 4.000 veta kanë mbetur thash sot, jetojnë krejtësisht izoluar, në gojdhënat e tyre, në folklorin e tyre, në shpjegimin e tyre, ata pretendojnë që janë me origjinë ilire, greke apo maqedonase, por shkencërisht është shumë e vështirë që të vërtetohet, megjithse analizat e fundit të ADN-s kanë treguar që një pjesë e tyre, pra në një përqindje të vogël, ata kanë vërtet trashëgimi që vjen nga Ballkani, pra nga zona e Ballkanit, një mix midis tyre,
ndërkohë që thash ata vetë kanë të njëjtin pretendim, gjuha e tyre është pak më e ndryshme, folklori i tyre është shumë i ndryshëm dhe i ngjashëm me atë të Ballkanit, ndërkohë që Hunza janë një tjetër fis, i cili po ashtu ka jetuar në zonën jeton sot në zonën rreth 10 orë nga Islamabadi, një zonë shumë malore. Hunza is this way. Një zonë shumë malore, Hunzat janë një fis më i madh, edhe ata pretendojnë që janë trashëgimtar të ushtarëve të Aleksandrit të Madh, të cilët të lodhur nga fushata e gjatë, nga distanca e madhe nga shtëpia, u rebeluan dhe vendosën të qëndronin në këtë zonë të Indisë asaj kohe, dhe janë vendosur dhe ata në kufirin mes Afganistanit dhe Pakistanit, po jo aq të izoluar sa Kalasht. Kalashët mendohen që janë ndoshta më të drejtë për drejtë të lidhur me shqiptarët. Hunzat kanë një lloj tradite shumë interesante që ngjason me Shqipërinë, ja ku janë në seksionin e Hunza, që është Baltistani. Njërë të Hunza. Ky është Baltistani, që është afër Hunzës, ku jetojnë, ndërkohë Hunza Kjo është zona e Baltistanit, e Hunza dhe po shkoj tani, ja ku janë Hunzat. Shihni dhe veshjen e Hunzave, është disi e ndryshme nga veshja tipike e Pakistanit. Shtëpitë e tyre janë shtëpi druri, shumë të ngjashme me ato që janë ndërtuar në zonat ballkanike. Instrumentat e tyre muzikor janë shumë të ngjashëm me tonat. Folklori i tyre është po ashtu jashtëzakonisht i ngjashëm me folklorin ton. Kjo është një shtëpi tipike e Hunzave. Shifeni, nuk dihet ende tuhet, edhe pse vetë Hunzat pretendojnë që vinë nga një zonë e Ballkanit, edhe ata vetë kanë të njëjtin pretendim, nuk dihet nëse kjo është thjesht një legjend apo ka dhe një të vërtetë brenda saj. Ata pretendojnë që prej shumë shekujsh e kanë trashëguar, pra brez pas brezi, origjinën e tyre, e kanë ruajtur origjinën e tyre ballkanike. Sikur se thash, janë bërë dhe analizat ADN së fundmi, të cilat tregojnë që ka një përqindje në fisin e tyre që vinë nga zonat e Ballkanit, edhe veshjet tradicionale sërish janë të zonës së Hunzës. Pra janë dy fise që pretendojnë që janë me origjinë shqiptare, ilire, se fjala shqiptare është fjalë shumë e madhe, edhe pse nuk është vërtetuar ende. Askush nuk di të thotë, nëse realisht të dy fise që pretendojnë dhe e konsiderojnë veten pasardhës të ushtarëve të Aleksandrit të Madh janë realisht me origjinë nga luftëtarët e tij, apo është thjesht një mit i mbetur në ato zona. Një gjë është e sigurt, si Kalashët, si Hunzat kanë gjuhë më specifike, kanë veshje më specifike, kanë folklor më specifik dhe pretendojnë dhe vetë që janë vendosur aty në kohën e Aleksandrit të Madh. Pra dy fise që pretendojnë me origjinë shqiptare gjenden sot në Pakistan.